Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Një ditë vjen një person tek pejgamberi alayhis salam e thotë: "O i dërguari i Allahut, nëse unë i fal që të 5 namazet, e agjëroj rregullisht muajin e begat të Ramazanit, e jap zakatin e pasurisë, e kryej dhe haxhin nëse e kam mundësin, ku do të përfundoj unë? Ku do të jem unë?" I dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salam i thotë: ai i cili i vepron këto, pra që e fal namazet rregullisht, agjeron Ramazanin, e jep zakatin, e kryen haxhin përderisa është brenda mundësisë së tij, ai do të jetë me profetët, me të sinqertët, me të vërtetët, me të devotshmit, me dëshmorët në xhenetet e larta. Verse përveç nëse trajton keq prindrit e tij. Vetëm nëse i humbet këtë mirësi, nëse keq trajton apo nuk sillet siç duhet me prindrit e tij. Ky është hadith shumë madhështor, që normalisht përcjell shumë mesazhe. Pjesa e parë e këtij hadithi është përgëzim. O i dërguari i Allahut, nëse unë jam në rregull, jam korrekt me 5 shtyllat e faljes, e të namazit, më fali të islamit, jam korrekt. Allahu i lartësuar më ka mësuar, ka treguar që kjo fe që unë e kam përqafuar, kjo kontratë që unë e kam nënshkruar, ka 5 shtylla. Nëse unë e kryej namazin, e jap zakatin, agjëroj Ramazanin, e kryej dhe haxhin përderisa është brenda mundësive ekonomike dhe fizike. Ku do të jetë vendi im? Ku do të përfundoj? I thot Muhamedi alayhis salam, kjo është pjesa përgëzuese. Thot, jo vetëm që do të jesh në xhenet, mirë po do të jesh në xhenet, përderisa ke qenë korrekt me këto 5 shtylla. Do të jesh me profetët, me dëshmorët, me të sinqertët, me të vërtetët, me njerëzit e mirë. Mirë po gjithë kjo mirësi, i gjithë ky kapital, ky përgëzim, humbet, zhversohet nëse robi nuk i jep hakun prindit. Nuk i jep hakun prindit. Vetëm nëse ti sillesh keq me prindrit e tu. Dhe kjo pastaj kjo ti sillesh keq me prindrit e tu, fillon që nga wala taqul lahuma uf, dhe mos u thuaj atyre as uf, siç e lexuam tani nga surja Isra, dhe deri pastaj tek ato raste dhe ato shembuj dhe çfarë na dëgjojnë veshët dhe na shohin syt, gjëra me të vërtet të pa imagjinueshme se si mund ta trajtojë fëmia prindin. Edhe një herë tjetër, unë dua të theksoj diçka që e pëlqej shumë ta theksoj dhe ta ndajmë bashkarisht. Madhështia e një feje njihet nëpërmjet dispozitave të saj, nëpërmjet orientimeve të saj. Do të matësh dhe do të peshosh një fe, sa vlen, shiko ku të orienton. Shikon se çfarë të kërkon dhe nga çfarë të privon. Dhe shiko se si Allahu i lartësuar pas obligimit për t'u adhuruar ai një vetëm, direkt obligon që jo thjesht prindit i bindesh dhe ta respektosh, mirë po me një nivel shumë të lartë respekti, mirësjellje, gatishmërie për t'i shërbyer dhe kështu me radhë. Tani nuk dua që t'i ndajmë të 5 minutë bashkërisht thjesht për të folur për rëndësinë, për vlerën që kanë dhe për pozitën e madhe që kanë prindrit tek ne. Që lutim Zotin e gjithësisë, ata që janë gjallë mes nesh t'i ruaj, t'i udhëzoj, t'i begatoj Allahut, dhe ata që kanë shkuar tek Zoti i gjithësisë, t'i falë, t'i mëshiroj dhe të na bashkojë ne në xhenetat e larta me ta. Mirë po ajo që dua të ndajmë në të 5 minutë bashkërisht, dhe dua që shumë vëmendje, madje kërkoj shumë vëmendje, është fakti që ndonjëherë ne investojmë shumë në fen tonë. Njeriu investon shumë, falet dhe agjiron dhe adhuron Zotin dhe përpiqet të bëjë punë të mira, mirë po duke qenë i shkujdesur në disa gjëra, nuk është çudi që të zhbëjë gjithçka që ai bën, të prishi gjithë investimin. Dhe dietarët e Islamit kanë marrë dhe i kanë klasifikuar sidomos cila është lista atyre veprave që nëse i vepron, ato më kryesore, ti mundet të zhvlerësosh dhe të zhbësh gjithë investimin tonë. Shiko se si, nëse i fal të 5 namazet, agjëroj Ramazanin, e jap zakatin, e kryej haxhin, pra një jetë të tërë unë i përkushtohem Allahut të lartësuar. Ki kujdes, po gjithë të mund të arrënosh. Me papërgjegjshmëri, me shkujdesje, me një karakter të keq, me një formim të gabuar, me një sjellje jo të mirë në familje, me prindin dhe kështu me radhë.
Të gjithë të, po e zhbë. Andaj Zot na ruaj. Ajo gjë që ne duhet të kuptojmë dhe duhet ta marrim sonte inshallah Zotit si mesazh është që ne kemi dy amanete dhe dy përgjegjësi. Një është urdhri dhe orientimi për të kryer dhe për të grumbulluar sa më shumë punë të mira, dhe e dyta të mos asgjësojmë këto punë të mira të cilat ne i kryejmë dhe i veprojmë. Sepse nuk është i mençur ai i cili punon gjithë ditën, lodhet dhe grumbullon dhe i hedh këto të ardhurat të cilat i përfitojnë në xhepa të grisur. Dhe pastaj çfarë bën? Atë gjë që ka punuar dhe ka derdhur djers e fut diku që automatikisht do t'i bjerë, do t'i rrezohet. Ose pasurinë e tij dhe kapitalin e tij e lë të ekspozuar ndaj hajdutëve, ndaj kështu me radhë. Nuk është i mençur. Në krye këtë listës së këtyre çështjeve, përveç sjellja e keqe ndaj prindërve, që asgjëson veprën. Allahu na ruaj. Asgjëson veprën, kontributin në krye të këtyre çështjeve dhe le të mësojmë 4 apo 5 pika, 4-5 vepra që nuk duhet kurrë t'i kryen, është shirku, është idhujtaria, është që dikush të adhurojë dikë tjetër përveç Allahut të lartësuar. Dhe kjo fjala adhurim përfshi gjithçka që i takon Zotit. Secili prej nesh, që nga i pari deri tek i fundit, e ka amanet, e ka detyrë shtëpie, e ka përgjegjësi të mësojë të drejtën e Zotit. Mos fli rehat, mos ri i qetë pa mësuar të drejtën e Allahut. Cila është e drejtë e Zotit? Çfarë i takon Allahut, sepse nuk guxon atë që i takon Allahut, ti t'ia dedikosh dikujt tjetër përveç Zotit të gjithësisë. E bëre diçka të tillë, nuk ka krim më të madh se sa ky. Të gjitha veprat e tjera asgjësohen. Hoxh, po ai ka qenë bamirës, po ai ka qenë njëri mirë, ai ka qenë i tillë. Ka qenë, Allahu është bujar, Allahu është fisnik, Allahu është shpërbyes i madh, do ta shpërblejë Zoti i gjithësisë për punët e mira që ka bërë në këtë botë. Ama në botën tjetër, fema lahum min khalaq. Në xhenet nuk kanë hisa ata që adhurojnë dikë tjetër përveç Allahut. Prandaj çfarë është shirku? Shirku është prishja e kontratës. Çfarë është la ilaha illallah? Beslidhja më fisnike, më e shenjtë. Unë jam i bindur, jam i vetëdijshëm dhe tani dëshmoj dhe deklaroj se adhurimet e mia që të gjitha do t'ia dedikoj Allahut Zotit të gjithësisë. Kjo është kontrata më madhështore, më e mrekullueshme. Kjo të mundson përjetësinë, të mundson të jesh me Allahun lartësuar. Çfarë është shirku? Çfarë është idhujtaria? Ajo që asgjëson të gjitha punët e mira, prishja e kësaj kontrate. Prishja e kësaj beslidhje, Zot na ruaj. Prandaj Allahu lartësuar ka thënë të gjitha gjunafet në ditën e gjykimit mund t'i falë Zoti i gjithësisë. Përveç shirkut, përveç idhujtarisë. Pse? Se s'ke kontratë me Zotin, s'ke beslidhje me Allahun. Dakor, jemi besimtar, jemi musliman, jemi gjunafçar, unë më shumë se sa gjithë ju, diku këtu, diku aty, kush më shumë dhe kush më pak, ama jemi brenda kontratës, jemi brenda beslidhjes me Zotin e gjithësisë, brenda la ilaha illallah, ballin e vendosim në sejdë për Allahun. Madhrojmë Zotin e gjithësisë, kurbanet tona dhe namazet tona dhe agjërimet tona ja dedikojmë vetëm të madhërishmit. Në momentin kur jemi gabimtar, dim kujt i kërkojmë falje. Çfarë bën idhujtari? Çfarë bën ai i cili adhuron dikë tjetër përveç Allahut në një formë apo në formë tjetër? Po kujdes, se kjo është pika e rrezikshme. Ne jemi të obliguar tani të mësojmë të gjithën këtë. Çfarë është vërtet haku i Zotit, e drejta e Allahut, që unë nuk guxoj t'ia dedikoj dikujt tjetër përveç Allahut të lartësuar. Çfarë është shirku dhe idhujtaria? Grisja e kësaj kontrate, Zot na ruaj. Prishja e kësaj marrëveshje. Prandaj Allahu lartësuar nuk e fal. Dhe çfarë ndodh? Dhe të shbër ty e qartë, i thot Allahu lartësuar Muhammedit alayhis salam. Imagjinoni, i thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të shbër ty e qartë dhe gjithë atyre që kanë qenë përpara teje, lejnë sharakt, le yahbatan amaluk. Nëse guxon dhe adhuron dikë tjetër përveç Zotit, të gjitha veprat e tua janë të asgjësuara. Ke prishur kontratën dhe marrëveshjen me Allahun e lartësuar. Afërsisht me këtë, jo plotësisht, por Zot na ruaj, shumë e rrezikshme është syfajësia. Dhe çfarë është syfajësia? Është protagonizmi në publik. Robi të përpiqet të jetë i mirë, të jetë protagonist, të jetë i mirë në publik. Fetarizmi në publik. Ama kur je aty në vetmi në shtëpinë tënde, larg syve të njerëzve, ti nuk je i njëjti. Unë nuk jam i njëjti. Zot na ruaj. Kjo është shumë e rrezikshme. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka thënë që sa qoftë shumë pak syfajsi të asgjëson vepra. Shumë pak syfajsi të asgjëson vepra. Ta prish namazin. Pse?
Ndërhyre, nuk pranon Allahu i lartësuar aksioner. Nuk ka shans të ndërhyjë dikush, Zoti ti ndërhyjë dikujt apo dikush Allahu i lartësuar në atë që i takon vetëm atij. Namazi që në Allahu Ekber deri në selamu alejkum Allah i thëri për Allahun, agjërimi për Allahun, sadakat për Allahun, adhurimet, jeta jon, vdekja, kurbani, namazi, gjithçka është për Allahun e lartësuar. Prandaj në momentin që themi Allahu Ekber apo në momentin që jemi në një adhurim, nuk na intereson kush është në të djathtë dhe kush është në të majtë, dhe kush më shikon, dhe kush më dëgjon, dhash sadaka sot, po mirë, u mor vesh që unë dhash sadaka, u mori vesh mileti që dhash sadaka. S'pak më intereson. Dhe kjo është. A imagjinoni se në çfarë niveli e ngre njeriu besimtarin islami. Ka një raport të drejtë për drejtë me Zotin e gjithësisë, dhe ky raport nuk bëhet pis, nuk përlyhet nga shikimet e njerëzve apo nga lavdet e tyre apo nga diçka tjetër. Diçka tjetër shumë e rëndësishme është kontributet që burojnë prej besimtarit dhe prej besimtarës. Mos i shoqërohet Allahu i lartësuar me dy gjëra sepse ja zgjesoj. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Edhe kjo një moral shumë i lartë. O ju të cilët keni besuar, mos ja zgjesoni kontributet tuaja, sadakat tuaja, të mirat që bëni, duke u përmendur njerëzve, duke ja përmendur atij që ja ke bërë të mirë. Të kujtohet si të kam nxjerrë nga situata, të kujtohet unë ti të kam bajt me bukë, të kam dhënë, të kam ndihmuar, të kam në rregull. I more lavdet, i more duart trokitet, mirë po mos pritësh problem tek Zoti. Mos i prishni, mos i azgjesoni kontributet tuaja, sadakat tuaja, të mirat që bëni, mese duke u përmendur njerëzve dhe duke i munduar ata, ose duke i munduar. Edha, sepse dikush mbase nuk ta shpreh me gojë, mirë po të sillet keq me vepra, të sillet keq me sjelljen e tij. Se të kam bërë nder, kush je ti? Unë të kam bërë nder, unë të kam bajt me bukë. E ka zgjesuar vepra. Atëherë, cila është zgjidhja? Të mirën që bën harroje, si thot populli, hidhe në det. Sepse tregtinë e kemi me Allahun. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne tregtinë e kemi me Allahun, për jush nuk duam as falënderim, as kompensim. Nëse e bëni, e bën që të ruash ti fisnikërinë tënde, për të mirën tënde. Po jo për mua, unë nuk e dua në këmbim fare, as ma kompensosh, dhe as madje as faleminderit e më thuash. Ti e ke obligim ta thuash faleminderit, ti e ke obligim ta kthesh të mirën me të mirë, po unë nuk e pres. Ky është morali i besimtarit. Kështu e ke veprën të depozituar ku? Tek Allahu i lartësuar. Tjetër gjë, ti ruajmë veprat tona, adhurimet tona, sidomos të muajit të begat Ramazan. Duke ruajtur gjuhën, duke ruajtur dorën dhe duke ruajtur padrejësitë, mos bëjmë padrejësi njerëzve. E të drune me muflis, ai hadithi i mirënjohur që të gjithë e dimë, a dini se kush është i falimentuari? I thanë oj dërguari i Allahut, i falimentuari tek ne është ai i cili s'ka kapital, nuk ka flori, s'ka argjend, s'ka lek. Tha nuk është ky i falimentuari. I falimentuari është ai i cili nga njëra anë grumbullon shumë adhurime, namaz dhe agjërim dhe vepra të mira dhe sadaka dhe kontribute, dhe nga ana tjetër është i shkujdesur dhe dëmton njerëzit me gjuhën e tij dhe me dorën e tij. Prandaj me njërin dorë çfarë bën? I mbledh i grumbullon të mira, me dorën tjetër i azgjeson, me gjuhën e tij azgjeson. Do vi dita e gjykimit, atje pastaj që të gjithë do t'i rreshtohen ata që ka lënduar me gjuhën e tij, do i rreshtohen ata që ka lënduar me dorën e tij, me pozitën e tij, me fuqinë e tij, me gjithçka, do t'i marrin një për një hakun e tyre. Ky njeri që del përpara Allahut me një kapital të madh, mbetet trok, që thot populli merret dhe zhytet në zjarrin e xhenemit. Zoti na ruaj. Ky është i falimentuari, thot pejgamberi alayhis salam. Në veçanti, ai i cili dëmton njerëzit më të afërt, më të dashur dhe ata që më së shumti presin prej tij. Ktu pastaj është tragjedi. Nëse dëmton njerëzit më të afërt, më të dashur dhe ata që më së shumti kanë pritshmëri prej teje, ata që më së shumti duhet të ndihen të sigurt, të qetë, të rehat prej teje, ktu pastaj tragjedia shufishohet dhe zmadhohet. Prandaj çfarë ka thënë pejgamberi alayhis salam? Pasha Allah. La yu'min. S'është besimtar. Kush është dërguari i Allahut i tha? Tha ai i cili komshia e tij nuk është i sigurt nga gjuha dhe nga dora e tij. Ai komshia, pse? Sepse komshia është njeriu që më së shumti pret prej teje.
Dakord? Si në të mirë dhe në të keq, dhe në vështirësi. Është ai njeriu që ti ndan një mur të ndan, ndoshta sot edhe gips madje. Ndoshta edhe mur guri jo, mur tulle jo, ndoshta 2 flet gipsi ndoshta të ndan. Vëllan që do fort dhe e ke zemër, e ke shpirt, nuk është çudi të jetë me qindra mijëra kilometra larg, nuk të gjendë dot në momentin e parë që ti do ta thrasësh. Komshia do të gjendet. Shkon çfarë feje kemi or vëllezër. Pejgamberi alsa çfarë tha? Më këshilloi Xhibrili për komshin. Kaq shumë kujdes komshin, kujdes komshin, sa që mendova se përveç fëmijëve të mi do të trashëgonte edhe komshia. Pra do kishte hise edhe komshia. Siç kanë fëmijët e përcaktuara në ligjin e Zotit, në Kur'anin famëlar kaq përqindje njëri ka tjetri, edhe do të ketë hise dhe komshia. Çfarë kanë oj dërguari i Allahut? Po të sjellim një shembull, një rast. Filania është me emër. Falet shumë natën, agjiron ditën. Mirë po i sillet keq, mundon, lëndon komshien e saj. Falet shumë natën. Çfarë nuk kupton natën? Çfarë nuk kupton? Nafile se ka të obliguar. Jo, ajo do që të bëj punë të mirë, lëra atin e shtratit, çohet e falet natën. Agjiron ditën. Mundon komshien, e dini se çfarë tha pejgamberi sa? La khayra fiha. S'ka mirësi në të. Ajo do të jetë në zjarr. S'ka mirësi në të. Ku shkuan namazet dhe ku shkoi agjërimi dhe ku shkoi? La khayra fiha. S'ka mirësi në atë njeri. Ajo do të jetë në zjarr. Dhe këtu bashkangjitin në një tjetër su'ul khuluq. Morali i keq, sjellja e keqia, karakteri i vështirë. Ata njerëz siç thotë pejgamberi alsa më i keq i njerëzve është ai që e braktisin të tjerët për shkak të sjelljes dhe të karakterit të tij. Çfarë ka thënë dërguari i Zotit? Allahu na ruaj. Ka thënë dhe dije në atë hadithin e mirënjohur dhe të gjatë kur orientonte për punë të mira dhe pastaj në fund e përfundoi hadithin duke thënë dhe dije se morali, sjellja, karakteri i vështirë e prish veprën, siç e prish uthullah mjaltin. Mjalt, ti gjithë ditën ke bërë mjalt, apo? Në fund fare, fut një me fjalën tënde, me fjalorin tënd, me karakterin tënd, me sjellja, po merren dreqe vetëm. Futen kallup aty. Do kërcasin kockat fillimisht. Me pa. Thua një vllai i cili është i sinqert, më vendos pak në duke mangësitë e mia. Merr dhe listoj, inçizoj edhe veten tënde. Ta inçizojmë edhe veten tonë. 1, 2, 3, 4, 5 mangësi, merrin dreqi. Ke muajin e begat Ramazanit është mundësi, ke vëllezër që mund të konstatojnë dhe vënë duke mangësit është mundësi, ke prindrit, ke njerëz të dashur. Su'ul khuluq, morali i keq. Prish veprën, Allahu na ruaj. Nga ana tjetër, morali i mirë dhe sjellja e mirë i mundsojnë robit që të jetë në nivele të larta dhe në gradë të larta në xhenet. Dhe fundit është kur njeriu apo kur dikush kalon kompetencat e tij. Kur kalon kompetencat e tij, merr kompetencat e Zotit. Ti nuk të fal Allahu. Ti je i humbur, ti do të jesh në xhehenem. Këto janë kompetencat e Allahut. Nuk i ka dhënë leje absolutisht askujt Allahu lartësuar që të ndërhyjë në çështjet e tij. Prandaj merru me veten tënde, ndreq veten tënde, përmirëso veten tënde, garantoj dhe siguroj vetes tënde xhenetin, mirësinë dhe mos u intereso për të tjerët, mos u merr me të tjerët. Po nëse dëshiron maksimumi një këshill, maksimumi u diun një këshill dashamirëse. Ama ti thua tjetrit, ti nuk të fal Allahu, dhe këtu e kuptuat, besoj i referohemi hadithit ku ishin dy shok, njëri i devotshëm, tjetri gabimtar. Ai i devotshmi i thot vëllait të tij, sepse gjeti 1 herë dhe 2 herë dhe 3 herë dhe 4 herë në gjunaf, thot ti nuk të fal Allahu. E të prove, ti s'të fal Allahu, ti do të jesh në xhehenem. Allahu lartësuar fali atë që ishte gabimtar, i mundsoi të pendoj, i mundsoi të përmirësoj, i mundsoi që të bëjë më i mirë se sa ai dhe mori dhe e ndëshkoi e futi në zjarr atë që mori kompetencat e Allahut. Dhe çfarë thot pejgamberi sa? Dhe Allahu tha, kush e ka tagrin? Kush e ka lejen të marrë kompetencat e mia? Të flasin në emër, të flasin në emrin. Prandaj o vëllezër, besimtari merret me veten e tij. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Merruni drejtni veten tuaj, ruani veten tuaj dhe familjen tuaj, thot Allahu lartësuar nga zjarri i xhehenemit. Kto ishin disa prej atyre veprave të cilat ne duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse nuk janë thjesht gabime dhe gjunahe,
po janë me pasoja të rënda, ndërhyjnë dhe në sevapet, asgjësojnë dhe sevapet, prishin një mirësi të madhe. Prandaj, këto dy gjëra duhet të kemi parasysh muajin e begat Ramazanit, por jo vetëm derisa ta bëjnë standard në jetën tonë. Nga një anë të grumbullojmë sa më shumë mirësi, virtyte dhe sevape dhe kontribute, dhe nga ana tjetër të jemi të kujdesshëm, mos shkelim atje ku nuk duhet dhe mos bëjmë shkak të azjesojmë këto të mirat të cilat ne i grumbullojmë. Allahu na mësoft diçka të tillë dhe Allahu na përmirësoft. Plotësojmë vitin tani inshallah.